Presidenti Torinos Urbano Cairo foli me vlerësim për Christian Aslanin. Ky i fundit po përflitet për një largim nga torinezët, ndërsa Parisi, Sassuolo, Parma dhe Girona janë përmendur si alternativa. Te Torino nuk mungojnë po ashtu sinjalet për të qëndruar. Ka kualitet të jashtëzakonshëm, e përdor dhe këmbën e djathtë dhe të majtën shumë mirë, aq shumë sa nuk e kupton se cila është këmba e tij e fortë. Do të shikojmë çfarë do të ndodhë në merkaton e janarit. Gjithmonë përmban surpriza, u shpreh presidenti i Torinos. Asgjë nuk është qartësuar për Aslanin, por fakti mbetet se 2 ndeshjet e fundit nuk mori asnjë minutë. Për këtë edhe transferimi në fund të sezonit nga Interi është si diçka e pamundur. Christian Aslani mund të mos lëvizë në Torino sipas trajnerit Marco Baroni, që tregoi vlerësim për mesfushorin shqiptar. Baroni doli në konferencën për shtyp sot, ndërsa në Prag është ndeshja me Atalantën. Fjalët e tij ishin të çuditshme, pasi çdo zë tjetër në Itali e shikon të kryer se palët do të ndajnë rrugët. Trajneri i Torinos vlerësoi sjelljen e Aslanit, po ashtu justifikoi mungesën e minutave në 2 ndeshjet e fundit, ndërsa më parë mesfushori shfaqej si titular i rregullt. Ka treguar gjithmonë sjellje shembullore, është dhe do të mbetet një lojtar i Torinos. Është e qartë që së bashku ne jemi duke u munduar të punojmë dhe improvizohemi. Këto ndeshje në të cilat nuk ka luajtur kanë qenë për shkak të karakteristikave. Shikoj më dinamizëm te Ilkan, që ishte më i gatshëm të tregonte veten dhe i dhash mundësinë. Aslani është në konsiderat, siç ka qenë deri tani. Merkatoja e përsëris që është i gjatë, duhet të jemi të gjithë të gatshëm të punojmë me këtë situatë. Unë dhe lojtarët nuk lejoj që të mendohet për asgjë tjetër përveç performancës, u shpreh trajneri Baroni. Christian Aslani akoma nuk është larguar nga Torino edhe pse mbetet jashtë planeve të klubit. Interi duhet të gjejë fillimisht destinacionin e ri për të pranuar mbylljen e huazimit të rivalët e Serie A. Deri tani janë përmendur disa emra si Paris FC, Girona, Sassuolo, Parma dhe Fiorentina, ku Aslani është propozuar nga zikaltrit. Interesimet nga Girona dhe Sassuolo duket se nuk kanë vëmendjen kryesore të Aslanit. Mesfushori kombëtares refuzonte që të largohej nga Serie A në ver, po ashtu në Itali u raportua se nuk aprovon kalimin te Sassuolo. Për këtë nuk do të jetë lehtë që të gjehet klubi i ri. Interi synon që ta huazojë me opsion blerjen e kartonit në fund të sezonit. Aslani ishte titular i rregullt te Torino deri në 2 sfidat e fundit. Përballë Veronës dhe Udinezes nuk mori asnjë minutë, duke qëndruar në stol. Christian Aslani po bën gati valixhet. Është e qartë se ditët e tij te Torino kanë marrë fund, por tani mbetet të shihet se ku do të vazhdojë karriera e mesfushorit të kombëtares shqiptare. Fakti se është bërë publik që Torino do të kthejë mbrapsht që tani Aslanin pasi nuk ka ndërmend të paguajë 11.5 milion euro në ver ka shqetësuar më shumë se çdo gjë tjetër Interin. Zikaltrit tani janë të frikësuar se vlera e Aslanit do të bjerë ndjeshëm pas këtij vendimi dhe qartësisht nuk do të arrijë të përfitojë financiarisht nga një shitje e mundshme e tij. Për këtë arsye i është propozuar disa klubeve në Itali për të gjetur sa më shpejt një sistemim për lojtarin në mënyrë që të tentohet ringjallja e tij dhe rritja përsëri e vlerës së kartonit të mesfushorit, i cili ka një kontratë deri në vitin 2028 me zikaltrit. Burimet e calciomercato.com bëjnë të qartë se preferenca e Interit në fakt do të ishte transferimi i Aslanit jashtë Italisë. Ka zëra që vinë nga Firenze dhe Parma, por nuk duhet përjashtuar që këtë radhë Aslani duhet të marrë në konsiderat idenë për t'u larguar nga Italia dhe të shfaqet në një kampionat tjetër. Në klub për shembull janë të bindur se kampionati spanjoll është ai më i përshtatshëm për karakteristikat e tij teknike, shkruhet në artikullin në fjalë ku theksohet gjithashtu se Interi do të mundsojë largimin e Aslanit nga Torino vetëm nëse do t'i ketë siguruar një destinacion të ri. Christian Aslani pritet të largohet nga Torino pasi nuk është në planet e klubit. Interi në anën tjetër do i hap rrugë përfundimit të huazimit vetëm pasi të ketë siguruar ekipin e ri ku Aslani mund të mbyllë sezonin. Së fundmi raportohet se Sassuolo dhe Parma po interesohen të zikaltrit për shërbimet e mesfushorit shqiptar. Të dyja skuadrat e Serie A janë në nevojë për një mesfushor me karakteristikat e Aslanit, siç raportohet nga Sport Italia. Vetë Interi ndërkohë sugjeroi te Fiorentina që më parë shfaqte interes për Aslanin. Aslani refuzoi kategorikisht Sassuolo gjatë verës, po ashtu të njëjtën gjë bënte edhe me ofertat që mbërrinin nga jashtë Italisë.
23 vjeçari po kalon një periudhë të vështirë në Itali, te Torino ishte si rrufe në qiell të hapur vendimi për ta nxjerrë jashtë planeve. Më parë ishte aktivizuar thuajsa rregullisht si titullar, ndërsa ndaj Veronës nuk mori asnjë minutë. Cristian Aslani është pranë largimit nga Torino pasi klubi i Serie A i ka komunikuar Interit se mesfushori nuk është në planet e tyre për pjesën e mbetur të sezonit. Ditën e sotme u zbulua se zikaltrit e ofruan te Fiorentina, ndërsa një zgjidhje e re del në pas së fundmi. Sport Media se tregon se dyert janë hapur për Aslanin që të kryet një transferim jashtë Italisë. Fakti është se mesfushori shqiptar ka luajtur vetëm në Serie A deri tani. Aslani refuzoi gjatë verës që të largohej nga Italia. Tashmë situata duket më ndryshe dhe dëshirat e tij duket se do kalojnë në plan të dytë. Mbetet për të mësuar se cili klub do t'i afrohet këtij transferimi. Torino e ka kapur Interin të papërgatitur në këtë moment, ndërsa mendohej se huazimit do t'i shkohej deri në fund. Për këtë zikaltrit nuk kanë pranuar prishjen e huazimit në mënyrë të njëanshme. Aslani është parë si dështim pasi u derdhën 1.5 milion euro vetëm për huazimin që shkoi pak muaj. Cristian Aslani me sa duket e ka mbyllur me Torino. Klubi Granata nuk është gati të paguajë në fund të sezonit 11.5 milion euro për kartonin e tij, ndaj po planifikon që ta kthejë përsëri mbrapsht lojtarin tek Interi që e ka në pronësi. Një marrëveshje që nuk është finalizuar, por për të cilën presidenti i Interit Giuseppe Marotta theksoi se mund të ndodhte. Ai la të kuptohet se për Aslanin do të gjente një zgjidhje tjetër që me sa duket kanë nisur të diskutojnë që dje, kur u hapën lajmet për largimin e tij nga Torino. Sipas gazetarit të njohur për merkato në Itali, Nicolo Schira, largimi i tij nga Torino është çështje e kryer, dhe tashmë klubi zikaltër ja ka propozuar Aslanin klubit të Fiorentinës. Skuadra e qytetit të Firences aktualisht është në fundin e tabelës së klasifikimit në Serie A, por po bën një revolucion të mirëfillt duke larguar lojtarë që kanë zhgënjyer, ndaj ajo mund të jetë e interesuar për Aslanin. Edhe ky i fundit gjithashtu ka nevojë për një projekt të ri pas dështimit të Torino, duke kërkuar një klub që do të ketë besim të aftësitë e tij plotësisht. Cristian Aslani është gjithnjë më shumë pranë largimit nga Torino, ku ishte huazuar në startin e këtij sezoni për të kthyer tek Interi. Një kthim i përkohshëm për mesfushorin pasi ai nuk ka hapësira në radhët e skuadrës së drejtuar nga Christian Chivu dhe nuk bën pjesë në planet e tij. Këtë ka bërë të qartë edhe presidenti i Interit Giuseppe Marotta, i cili ndonse nuk ka konfirmuar kthimin me do e mos të mesfushorit shqiptar, ka bërë të qartë se në eventualitetin e një vendimi të tillë do t'i gjendet një sistemim tjetër që ai të vazhdojë të luajë. Ky është një huazim që kemi bërë me Torinon, nuk kemi folur ende, do ta vlerësojmë, ai është një aset i yni dhe duhet të përpiqemi të respektojmë vlerën e lojtarit. Nëse nuk do të ekzistonin kushtet që ai të vazhdojë atje, do të gjejmë një sistemim tjetër, u shpreh Marotta, duke lënë të kuptohet se për lojtarin nuk ka vend aktualisht në radhët e zikaltërve. Aventura e Cristian Aslanit në radhët e Torinos mund të mbyllet shumë më shpejt nga sa mendoi. Mesfushori i kombëtares shqiptare duket se nuk ka përmbushur pritshmërinë në klubin e ri ndaj torinezët, po mendojnë të mbyllin marrëveshjen dhe të kthejnë tek Interi futbollistin shqiptar. Lajmin e bën të ditur gazetari Matteo Moretto, një emër i njohur për merkaton dhe njëkohësisht një prej bashkëpunëtorëve të afërt të Fabrizio Romanos. Torino po mendon seriozisht ndërprerjen e parakohshme të huazimit të Cristian Aslanit. Mesfushori shqiptar do të kthehej kështu tek Interi. Vendimi përfundimtar do të merret pas ndeshjes së kampionatit ndaj Veronës, ishte postimi i tij në rrjetet sociale duke i dhënë rrugë kësaj hipoteze të bujshme. Aslani u dha në huazim me të drejtën e blerjes për shifrën e 11.5 milion eurove në fund të sezonit. Por me sa duket Torino nuk e sheh si një futbollist për të cilin të bëjë një investim të tillë dhe po bën plante të tjera që nuk përfshin kësaj mesfushorin shqiptar. Tani pritet të mësohet vendimi pas ndeshjes së sotme.